Përshëndetje të nderuar miq, edhe pak ndajt nga hapja zyrtarisht e fushatës për zgjedhjet e 11 majit dhe pak më shumë për të shkuar ditën e votimit, por si është atmosfera në terren dhe çfarë po ndodh tani që të gjithë janë në bazë, do të flasim me një prej kandidatëve të Partisë Demokratike, zonën Mimoza Haydarmataj. Zoja Haydarmataj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Një malësore alpine që kandidon në Tiranë. Tirana Metropol, kështu që ne shqiptarët përveç me ardhin e demokracisë kishim shansin, lëvizja e parë e lirë ishte kjo për të zhvendosur nga zonat tona të origjinës të vendlindjes drejt Tiranës. Kjo normalisht për më mirë, por ajo që na ka ndodhur këto 12 vite nuk ka qenë e mirë shpopullimi apo lëvizja masive drejt vendeve të Europës apo shpërndarja e shqiptarëve në gjithë botën, kështu që një malësore në Tiranë nuk besoj që është në një risi kush e di çfarë, sepse unë familjen time këtu e kam krijuar mbas studimeve, mbas i kam përfunduar shkollën e lartë në 92-shin. Vitet fundi 94-s, 95-a shënon gjithë të periudhë 30 vjeçare që unë tashmë jetoj në Tiranë, kam kriju familjen time në Tiranë, kam gjithë angazhimin tim politik pranë Partisë Demokratike në Tiranë. Por më shumë ajo që preket edhe pak më parë, lëvizja e popullsisë, largimi më shumë tani edhe malësor besoj që ka në Tiranë se sa në Tropoj. Por çfarë zone jeni konkretisht në Tiranë? Si është bërë ndarja? Apo ka një përplasje edhe si Partia Socialiste që lëvizja nga njëra zonë tek tjetra? Unë vetë jam banore e njësisë bashkiake numër 2, pra këtu e kam edhe vend banimin, kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe dhe angazhimin tim politik faktikisht e kam pas në strukturat e Degës 2. Tashmë si dhe antare e kryesisë Partisë Demokratike apo dhe kandidate në listën e Partisë Demokratike të numrit 1, të gjithë kandidatët kemi një shpërndarje për të mbuluar gjithë terrenin në nivel qarku, kemi një shpërndarje kandidatësh pak a shumë përveç zonave që jemi banorë, kemi dhe nga një zonë tjetër, dhe unë po punoj me strukturat e degëve, Degës 2 dhe Degës 6 që është kombinati. Kryeministri në takimet e fundit u ka dhënë prioritet listave. Ju si jeni me listat? Me listat në çfarë kuptimi? Ai flet për patronazhistët, por Partia Demokratike atëherë ka mbikëqyrjen e terrenit. Ky koncepti i patronazhimit faktikisht mendoj që duhet kishte marrë një lloj ndëshkimi të kësaj force politike, duke filluar që nga kryeministri dhe gjithë me radhë, duke qenë se njerëzit janë trysnuar, kjo nuk është një formë demokratike, duke pas pushtetin, duke pas ministri, duke pas gjitha drejtoritë apo dhe në nivel vendor, koncepti i patronazhimit duke ndërhyrë tek liria e njerëzve për të zgjedhur apo për të votuar, ose ndikimi që nëpërmjet këtyre patronazhistëve, të cilët kanë një lloj peshe, nuk janë thjesht njerëz të angazhuar, njerëz vullnetar, të kuptojmë se cili prej tyre është shpërblyer me një vend pune dhe në kundrejt asaj page, kundrejt atij vendi pune, po detyrohen që të sigurojnë edhe vota për Partinë Socialiste. Duhet ishte për turp kryeministrit që të mburrej me këtë nivel patronazhimi, duke pas parasysh edhe faktin që në 2021 ju e dini shumë mirë që në gjithë media, në gjithë portalet dolën hapur sheshit gjitha të dhënat personale që duhet ishin të mbrojtura me ligj nga ky pushtet, nga qeveria. Pra dolën kush është patronazhisti i kujt, e cila në fakt mund të përbënte edhe një problem, konflikt personal mes njerëzve. Duke qenë se dolën të dhënat sensitive, numra telefoni, ID, ku punojnë, me çfarë merren, pra ky lloj sistemi është gati i ngjan në kohën e komunizmit, që çdo shqiptar e kishte nga një spihun nga mbrapa për
për të përgjuar edhe mbrapa mureve çfarë flet ashan regjimin apo si e ka qëndrimin. Kështu që ne këtu dallojmë shumë me Partinë Socialiste. Partia Demokratike e ka të ngritur sistemin e saj në nivel dalje në terren duke promovuar ose duke treguar programin. Pra ne nuk shkojmë te qytetarët pa i paragjykuar se çfarë kanë thonë një patronazhist, a është votues i djathtë apo është votues i majt. Për ne misioni është që duke i prezantuar programin e Partisë Demokratike, veçanërisht paketën e dëmshurisë, e cila është një paketë e 100 ditëve të para të qeverisjes së Partisë Demokratike. Si pritur programin në terren? A ka një frymë mbështetje? Absolutisht që po. Unë personalisht mund ta them nga përvoja ime, nga takimet që po bëjmë edhe këtu te njësia 2, por edhe në kombinati është një zonë Tiranë, por e lënë si mbasdore, është gati si periferi dhe atje dëgjon shumë histori të dhimbshme që mbi të cilat i ka ndërtuar dhe këtë lloj programi Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk po vjen me këtë program në formën e një lëmoshe. Ne duam që shqiptarët të kenë dinjitet. Dhe dinjiteti është që një prind, një pensionist që ka kontribuar një jetë për ndërtimin e Shqipërisë, të mos jetë me 80.000 lekë pension, të mos jetë me 100.000 lekë pension. Të paktën minimumi pra ku ne prezantojmë që nuk do ketë pension poshtë 200 euro, atëherë është prapë është pak, nuk them që mjafton, por është më dinjitoze, sepse mundesh të blesh ilaçet, mundesh të paguash faturën e dritave të ujit. Kështu që njerëzit ju duket, sepse janë mësu që politika t'ju kërkoj votën, t'i trysnoj, por nuk është se kanë pas premtime. Kjo kategori, për shembull, janë duke e parë se sa me nënçmim janë trajtuar me një rritje 8.000 lekë apo asa 1 kg mish, apo her pas here kur ju ofrohet një 50.000 lekë që para vitit ri që nuk është asa një gjel deti për të kaluar vitin e ri. Partia Demokratike duke prezantuar programin që është menjëherë dhe i realizueshëm brenda 100 ditëve, pensioni më i ulët do jetë 200 euro, përveç kësaj do trajtohen edhe me kartën e konsumatorit që do t'ju kompensohet të vëshoja e produkteve bazike që ata kanë blerë gjatë vitit, që përkthehet gati në 2 pensione të kthyer mbrapsht në fund të vitit. Besoj që kjo është e bëshme, e pranueshme dhe e mezipritur. Në njëjtën kohë, unë po takoj njerëz që thonë jemi të papunë. Jam i papunë, më tha sot një qytetar, punon vetëm gruaja në një fasoneri, ajo ka një 400.000 lekë rrogës asaj, nuk mjafton vetëm për të mbyllë qeran, dritat dhe ujin. Çfarë do hajmë ne? Kështu që menjëherë dhe përgjigja që unë kisha dhe kisha me vete edhe programin që po ju prezantoja, paga minimale nuk do jetë më 400-300 apo gjysma të shkojnë në bank dhe gjysma të jepet në dorë, 500 euro do jetë paga minimale. Sepse ne kuptohet, do favorizohet kjo kategori për të marrë një pagë dinjitoze minimale, por kjo s'do thotë që do t'i bijem në qafë bizneseve, dhe për bizneset ka një paket të dedikuar qoftë për revolucionin që do bëhet në taksat për bizneset, duke ullur të vëshën nga 20%, 15% dhe ne kemi provuar, nuk është se jemi të pabesueshëm në këtë, sepse dhe në 2005-2013 Partia Demokratike ka ardhur në pushtet dhe ka zbatuar e ka pas një premtim të mbajtur taksa të ulta. Edhe të ndalim tek premtimit që ju edhe shpalosët pak më lart një nga pjesët e programit e shtyllat, mendoni që nga ajo që keni parë në terren mund të vijë ky ndryshim që ju shpresoni dhe besoni nëpërmjet programit, nëpërmjet një vote dëshkuese për Partinë Socialiste, apo mrekullia besoni që mund të vijë më shumë ndoshta edhe nga Amerika, nga La Civita? Kë besoni më shumë? Unë duhet ta besoj dhe duhet ta transmetoj që besojmë kësaj rradhe, besoj shumë tek
pjesëmarrja në votime. E para, duke prezantuar programin, duke takuar një për një, derë më derë, dhe duke diskutuar me shumë qytetarë të cilët të zhgënjur nga politika e këtyre 12 viteve, zgjedhjet e një pas njëshme të cilat nuk prodhuan përveç se rënjet ekonomisë apo varfërim të tyre, ne po i motivojmë që ata të dalin të votojnë. Kuptohet që të dalësh të votosh duke ju thënë që ne do ta bëjmë realitet edhe pensionin 200 euro, edhe minimumin jetik 200 euro dhe pagat më të ulta, pagën minimale 500 euro, përveç asaj dhe për këto bizneset e vogla, këto që janë të vetpunësuar pronarët e tyre duke u shpjeguar sistemin e taksave, apo rritjen e ekonomisë që do ketë qarkullim dhe konsumatorët të kenë mundësi të blejnë, ata fillojnë të motivohen dhe thonë, kësaj radhe pra po shkojmë që ta realizojmë ndryshimin, se 3 mandate rresht të rilindjes dhe gjendja është këtu, të shkojmë që me votë të cillim ndryshimin. Pse jo le të vijë edhe si votë ndëshkuese, patjetër gjithmonë vota atëherë kur besohet që programi do përmirësoj, programi një force politike do përmirësoj ekonominë dhe jetën e tyre, atëherë duhet vi patjetër edhe si votë ndëshkuese ndaj atyre që për 12 vjet shkaktuan vetëm plagë, pra të jetë kjo nivel atë që ne prekim për ditë, ky nivel ekonomie familjeve të zakonshme, të cilat tashmë nuk quhen më, s'kemi më shtresë të mesme, nuk quhen as më të zakonshme, por janë në një nivel varfërie, kur po shohim një lloj propagande me investitor strategjik që po coptojnë Shqipërinë dhe po përfitojnë nga burimet dhe pasuritë e saj, dhe kjo, pse jo, votë ndëshkuese qeverisë, votë pro ndryshimit në mënyrë që të kemi një lloj ndryshimi dhe zhvillimi të ekonomive tona familjare. Pjesa plaga e shpopullimit është shumë e rëndë. Edhe kjo tashmë mund të themi që realisht unë takoj gra, nëna që të mërzitura që edhe nëse ne bëhemi më mirë përse do të na shërbej kur fëmijët tanë nuk janë këtu. Pra janë prindër që jetojnë vetëm sepse fëmijët janë jashtë shtetit. Por kjo do vi avash edhe besimi që duke u zhvilluar ky vend, duke pas politika edhe për të kthyer bijtë tanë, ata që kanë ikur për një jetë më të mirë dhe të vinë këtu ku janë pronar, dikush në zonat malore apo fushore janë pronar tokash, janë pronar shtëpiash, munden të hapin një biznes, mundet të ketë një arsim cilësor dhe këtu nëse qeveria është angazhuar, jo për oligarkët, por për qytetarët, një sistem shëndetësor të shëndosh, atëherë avash kjo do përkthehet që të kthehen edhe ata që munden. Kuptoj që ka skepticizëm, kuptoj që thonë po kur bëhet ky vend. Dhe kjo është e dhimbshme, të hasësh në 2025, a do bëhet ndonjëherë ky vend që t'i mbaj bijtë vetë këtu edhe të mos i përsej, është për të mos e votuar më këtë qeveri. Zoja Darmataj, për të dalë tek lista. Po, më thoni. Amerika kuptohet është vendi nga burojnë të gjitha ndryshimet botërore dhe fitoria e Trumpit nuk ka qenë një augur i mirë vetëm për Shqipërinë, po fillon ajo efekti domino që e djathta edhe nëpër Europë të vinë pushtet, kështu që është patjetër që është një plus edhe për ne, por ne nuk presim që na vi diçka nga jashtë. Partia Demokratike me programin e vet, me këta kandidat, me listën e vet fituese, duhet jetë ajo që do zbatoj dhe të përmirësoj cilësinë e jetës dhe ekonominë e këtij vendi. Po lista është kaq roz raporti në pjesën e hapur? Tani unë jam vetë pjesë e listës hapur. E shoh kështu që ka një garë aty ku ka shumë figura, ka kapacitete që përfaqësojnë, gjithë secili përfaqësojmë diçka. Dikush përfaqëson kemi një eksperiencë të më përparshme administrative apo politike, pra kemi qenë në pozicione, kemi drejtuar ose në sektor privat, ose në sektor shtetëror, jemi marrë me politik, kemi lidhje me terrenin,
apo të rinj që janë të mirë arsimuar, që sjellin një frym tjetër, apo zonja të nderuara, familjar, besoj që të gjithë duke punuar për votën personale, do ja dalim që ne në fund të fundit të arrijmë të kemi një maksimizim votash në nivel qarqesh, po them për Tiranën, po të njëjtën strategji kanë edhe qarqet e tjera, që të marrim maksimumin e pretenduar të vendeve në parlament. Pra, 18-19 mandate unë besoj që Partia Demokratike do t'i ketë për Tiranën, duke qenë se edhe koalicioni për Shqipërinë madhështore është shumë i zgjeruar dhe aty brenda kemi besoj që do maksimizohet vota nëse Partia Socialiste duke shfrytzuar edhe një defekt, le të themi, apo ja doli duke bler më përpara opozitën e kohën e Lulzim Bashës dhe ja doli që të kishte të kalonte të shtrëmbruar ndryshimet në kodin zgjedhor dhe që nuk u lejuan koalicionet parazgjedhore. Tashmë ne kemi një koalicion të brendshëm të zgjeruar, aty do jenë të gjitha prurjet, gjitha forcat politike që janë pjesë e koalicionit do janë duke punuar fort edhe ato që të sjellin të gjitha burimet e tyre të ndikimeve të Për Tiranën ma tha, po në total sa mendoni që do marrë opozita? Nuk më pëlqen të jem unë ajo që të futem e të bëj një lloj kalkulimi të tillë. E di pse edhe në memorien time ka ngelur rastet e Edi Ramës që i ka kalkuluar edhe në për letra, kështu tavolinash, marrin kaq. I ka dalë sepse ka pas nuk kanë qenë zgjedhjet lira, nuk kanë qenë zgjedhjet ndershme, kanë qenë zgjedhjet ndikuara, kanë qenë zgjedhje kur gjithë makineria shtetërore ka zbrit në terren, është përdorur çdo lloj resursi, çdo lloj presioni, është shtrëmbruar vota e shqiptarëve dhe kjo është arsyeja që jemi edhe në këtë gjendje. Sepse nëse në 2013 kishin një program, më mbrapa 2 mandate tjera duke abuzuar me pushtetin, duke favorizuar, duke u mbajtur fort edhe te krimi, te hashashizimi i Shqipërisë, te këto PPP-t e famshme, nuk kanë pas më nevojë as për program. Pra i kanë pas kur ti ke të kalkuluara ose mendon që të dolën aq sa ti doje, kjo s'është realja. Nuk mund thush që as një kryeministër i bën matematikën në për letra, në për lokale, në për mejhane dhe pastaj ky është rezultati. Ajo dihet. Kësaj radhe presioni, unë këtu besoj shumë që do ketë një presion të shtuar edhe nga ndërkombëtarët ndaj partisë në pushtet, t'i mbaj larg duart nga zgjedhjet. Shqiptarët duhet votojnë të lirë në mënyrë që të shprehin vullnetin se kush është subjekti, kush është forca politike që do drejtojë vendin 4 vitet e ardhshme. Zoja Hajdarmata, ju lutem thoni edhe diçka, përveç halleve dhe problemeve. Ju do riktheheni në kuvent, pra po tentoni për të rikthyer për herë të dytë, po çfarë do sillni ndryshe? Nuk kemi nevojë të sjellim ndonjë gjë ndryshe. Ne kemi nevojë të jemi në shërbim qytetarëve. Ne qytetarët presin një forcë politike që është pranë halleve të tyre. Qytetarët presin një qeveri dhe një forcë politike që nuk punon për klanet saktuara, nuk e shet Shqipërinë, nuk i shet resurset, nuk abuzon me fondet, po t'jetë transparente, t'jetë ndershme në shpërndarjen e të ardhurave, t'jetë të taksave të tyre, t'jetë ndershme në shpërndarjen e investimeve, të punoj fort që ky vend zhvillohet dhe të ketë një ekonomi të fortë. S'ka nevojë fare të jesh ndryshe. Mjafton që t'jesh afër qytetarëve, afër zërit tyre, ti menaxhosh të gjitha ato çka ky vend i bekuar t'jep, jo për ta shitur me 1 euro apo me PPP-t apo për t'u dhënë investitorëve strategjik që sot
krijojnë biznesin, nesër janë përfituesit më të mëdhenj të taksave tona. Kaq për qenë ndershëm, transparent, larg korrupsionit, larg krimit, ta ndëshkosh këdo që fut duart në ekonominë e këtij vendi, apo aq më keq abuzon apo i keq trajton qytetarët duke mos i dhënë shërbim. Po shohim qytetarë të cilët sorollaten sot në atë të Albania apo shërbimeve, nuk marrin shërbim, detyrohen, i kemi qaqet tona të largta që gjoja për një pseudo-reform territoriale që u bë, shkojnë i marrin shërbimet, ndash shërbimet vendore, ndash shëndetësore, shoqërore, gjyqësore, me gati një ditë larg nga aty ku i kanë dhënë banimet. Jemi afër qytetarëve, ka për qenë sfida jonë dhe ajo çka gjithë ne duhet zotohemi. Unë kam thonë edhe në takimet që bëj, më shbër pyetje çfarë do bësh ti. Unë do jem një deputete që do ta kem një zyrë në mes të qendrës, në mes të asaj zone që jam zgjedhur. Qytetarët të parë që duhet përplasen apo duhet të ankohen apo të kërkojnë një të drejtë duhet jenë që adresojnë deputetit që i kanë dhënë votën, sepse ne tashti do dalim me vota personale, duhet t'ja u kthejmë mbrapsht gjithë atë investim që quhet votë që qytetarët, gjithë atë besim që ata kanë deleguar, ti t'ja u kthesh në shërbim. Duke të uruar sukses dhe unë falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit ju.